Jo, nga çfarë ne kemi kuptuar dhe nga çfarë ne lexojmë, edhe le të themi edhe me profesionalizëm, plane teknike, është e pakuptimt se cilat janë letrat mbi të cilën këto objekte janë restauruar dhe janë vendosur. Tjetër gjë ka qenë ajo çka është, le të themi, konsultuar, për të mos thënë që pjesa më e madhe atyre të cilët po konsultoheshin ndalin mendime krejt kundërt me konsultimet, pra fjala vjen, fazat e para kanë qenë që muzeu i Spaçit do të bëhet diku larg Spaçit. Një lloj anakronizëm që ne evidentuam dhe më pas ministria tërhiqet dhe sot ne nuk kemi variantin final. Edhe po tysh në website-in e konsultimeve publike, gjejmë variantin me muzeun e Spaçit në Reps. Dhe kjo sigurisht që është jashtëzakonisht problematike. Ajo çka më shqetëson mua si qytetar sot në Republikën e Shqipërisë është që 17.650 të burgosur ka prodhuar diktatura në 45 vite. Midis këtyre në Shqipëri janë pothuajse 6.027 qytetarë të cilët janë ekzekutuar si armiq të shtetit. Nga këta 6.000, më shumë se 1.000 kanë humbur jetën në burgje.